Aksionet e ndërmarra nga Autoriteti i Kontrollit Ushqimor janë shtrirë edhe në qytetin e Vlorës, ku inspektorët kanë bllokuar disa subjekte lidhur mbi kushtet e papërshtatshme ku tregtoi kryesisht produkti i mishit, ndërkohë që nuk kanë munguar as masat administrative. Renato Banushaj, kreu i këtij autoriteti në qarkun e Vlorës, shprehur se pavarësisht vulës veterinare, kushtet ku tregtohet mishi nuk janë as pak të përshtatshme, ndaj edhe është vendosur mbyllja e 10 subjekteve që operojnë kryesisht pranë tregut të madh të qytetit. Janë konstatuar kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme për tregtimin dhe përshtimin e këtij aktiviteti. Në përgjithësi subjektet kanë qenë me mish të vulosur dhe me certifikatat veterinare për kace, por mungesa e kushteve të higjienës dhe kushteve tekniko-teknologjike na kanë çuar të marrin vendim në mbylljen e të gjitha subjekte që tregtojnë mish. Sot janë mbyllur 6 subjekte nga 7 që janë në tregun. Sipas Banushaj, aksioni do të shtrihet edhe në Sarandë, Rikum dhe Imar, ku kontrollave do t'i nënshtrohen edhe marketet apo dyqanet e shumta, lidhur me etiketimin e artikujve apo afanti i skadencës. Duke inspektuar të gjitha pikat e shumicës, supermarketet dhe çdo dyqan të madh apo të vogël që tregtojnë produkte ushqimore në prag festash. Qarku i Vlorës përmendet si një nga zonat ku Autoriteti i Kontrollit Ushqimor kryen edhe gjatë verës kontrolle të rrepta, duke u referuar edhe rasteve të shumta që paraqiten pranë urgjencës së spitalit.